Përshëndetje. Në këtë video do të mësoj për Adobe XD. Adobe XD ka këtë ikonë dhe është program i Adobe, domethënë Adobe XD. Ky program është adekuat për me bëu dizajnimin e aplikacione për telefon edhe webfaqe. Domethënë na mundemi me bëu dizajnim të webfaqe dhe aplikacione për telefon edhe me Photoshop, mundemi me bëu edhe me Illustrator, mundemi edhe me InDesign, po Adobe XD-ja është më i përshtatshëm. Edhe është shumë i lehtë përdorim edhe është adekuat për këtë punë. Kjo do të thonë tash tek kom hapa Adobe XD-n, edhe siç po shihni këtu janë projektet e fundit që i kam pasur në të hapura. Ndërsa këtu i kam opsionet me zgjedh çfarë projekti po duam të kriju. Apo vreni, do të thonë nuk kemi këtu për print A4 e formate të tjera, po kemi kryesisht për telefon. Do të thonë kemi iPhone, Android, kemi opsione për telefon, për iPad, do të thonë kemi edhe për web. Ose mu me bë custom, dhe më thonë gjërësia me lartësien. Mu me vendosë të dimenzionet sa me sa. Në këtë rast për web, formati më i popularizuar për shembull është 1920 me 1080. Kështu që unë e selektoj këtë edhe presim derisa të hapet kjo. Keni me vrejt që ka shumë pak elemente, por prap është, do më thonë, ka shumë mundësi që në për me kriju një web apo një aplikacion për telefon. Po për me punu me Adobe XD, preferohet me pas një ori paraprake me Adobe Photoshop edhe me Adobe Illustrator. Okej, pra kjo është dritarja që u kriju, apo ndryshe që njihet si artboard. Shikone, me ALT, nëse klikoj ALT, rritet të zvoglohet. Shikone, këtu e ka përqinjen. Nëse bëj 100% kjo rritet full. Do thonë, na mrena kësajna tash kena me bo webfaqen. Por, nëse du me ngushtu kështu, shikone ngushtohet. Edhe këtu i kemi dimenzionet. Apo vreni këtu nuk i kemi mundësin me ndryshu njësin matëse. Për arsye se kjo është e parapame për projekte digitale edhe për këtë rast e ka automatikisht njësin matëse piksele. Dërsa, nëse rritit e poshtë, shikone del kjo vija kështu. Për arsye që na me po, qatë moment që himi në web, që kjo shihet webi deri këtu, ndërsa kjo pjesa të poshtë shihet vetëm kur ta bëjmë scroll të poshtë. Kështu që është një opsion shumë i mirë. Po prapë na mund me ndryshu këto sipas rasteve. Por është një vegël shumë e mirë që neve na tregon cilën pamje e shohin vizitorët si të him web. Me thonë, ndërsa mas kësaj navigjes ndërpreme, ata duhet me bëu scroll për me mujtë me po këtë pamjen tjetër. Këthena mbrapa se të lezë. Apo, si që tash mu mi këtu me ndryshu dimenzionet, do më thonë po duhet tash me ndryshu gjërësim, shra me bot 2000, enter, kjo zgjenohet. Do thonë si pas dëshirës. Tash, këtu i kemi këtu veglat, si kur ta të Photoshop që i kena normal të kemi shumë pak, por prap janë, do më thonë, mjaftueshme për me kriju webfaqe. Okej, po e marrë katrore. Regula njëjtë vlen si kur të Photoshopi. Pa shift, do më thonë mu me kriju kështu si normal. Ndërsa nëse e mbaj shiftin shtyp krijohet në mënyrë proporcionale, do më thonë këtë rast 4 orë. Normal, derisa është e selektu me kjo, e kam selektu me kriju 4 orë atjerë. Shikone më shfaqet kjo opcione këto. Këtu fill edhe border. Fill do më thonë ka ngjyrë të bardhë, e klikoj këtu që për shembull jam ngjyrë të kuqe. Ndërsa border është kufizimi, më thonë tash mund më dhon që të ngjyrë të kufizimit, për shembull caktoj sipas dëshirës unë ngjyrën e kufizimit për shembull. Apo mund më mor tik dikon, për shembull këtë rast që e mor këtë ngjyrën e kuqe. Okej. Hapi tjetër e kemi këtu falni, shkoj këtu të shigjeta, shikoni klikoj këtë pikën edhe kjo bëhet rounded apo rreth. Shikoni sa lehtë. Këtë opcion e kemi edhe në Adobe Illustrator. Apo nëse du mu afektu vetëm njëri pikon kandev, shikoni e klikoj këtë opcionin këtu edhe e kam opcionet me zgjedh cilën kanë po du mu afektu. Shikoni kjo është për nalt, për shembull që po bëj 20. Kjo është për këtë pjesën tjetër djathtas po bëj 50, shikoni. Këtë tjetrën 100. Do thonë keni mundësinë se cilën kanë me menaxhu në mënyrë të veçantë. Shikoni, nëse klikoj këtu hekën këto opcionet. Kjo pjesa është statike. Kjo pjesa në altë është statike, ndërsa kjo pjesa kënena ndryshon varësisht prej çka kena klikuar. Këtë rast kur ta klikoj këto, na shfaqet opsionet lidhje me këto. Nëse du me hek borderin, e heki këtu. Nëse du me kliku, e klikoj. Shikoni, këtu mu me ndryshu numërin, për shkak që me bu 50%. Tani edhe këtu i kemi, apo do për shembull më kon prej mrenit, prej jashtit, center,
thonë siç shihni këtu borderin, prej mrenit, jashtë, center, kemi domethënë këto opsione që mund jemi provu, apo nëse du me hek, e heki kështu. Shikoni. Tash, nëse du me bëu duplikat që të artboard, klikoj këtu te numrat të artboardit, shikoni se bëhet selektimi. Edhe klikoj CTRL-V, shikoni automatikisht me gjitha objektet që janë krijuar këtu, kjo bëhet duplikat. Po përveç sajna, unë mëj këtë edhe me lëvizje kështu, mëj këtu apo mëj këtu. Normal edhe këto nëse bëj kopje CTRL-V, bëhet kopja këtë tjetra. Po, nëse du me fshi, klikoj këtu, delete. Po mëj edhe nëse klikoj këtu, pastaj klikoj CTRL-ALT, e ngrej drag and drop, shikoni kjo bëhet kopje me gjitha elementet prapë. Okej, po klikoj këtu, e fshi delete, edhe këtë po e vendosi këtu. Ta shikoni, këtu e kam një katror, këtu një katror. Po shkoj tash te rrethi. Po e bëj me shef në mënyrë proporcionale. Edhe po domethënë për rritim mallësinë që mi po të dy ato. Nëse klikoj e selektoj rrethin, e klikoj CTRL-C, klikoj këtu në artboard kudo, klikoj CTRL-V, rrethi vendoset pozicionin e sakt ku është në faqen e parë, del edhe në këtë faqe, domethënë pozicionin e sakt. Por po e bëj një veprim tjetër, po e fshi këtë, po e selektoj delete, po e bëj kopje CTRL-C. Por nëse rriti këtë dritoren, e kam për shembull kështu, kur ta bëj CTRL-V, kjo nuk del pozicionin e njëjtë. Kjo del pozicionin e njëjtë vetëm kur i shihni të dy dritaret, sikur ky rasti kështu. Do të më po të dy dritaret, CTRL-C, për shembull, CTRL-V tash bëhet pastaj domethënë pozicionin e njëjtë. Kështu që kur ti shohim këto dy ose dritare ose artboarda, si do të thoni, domethënë kjo e vendos pozicionin e njëjtë. Okej. Çka ka diçka tjetër interesant? E ka tekstin. Pra klikoj tekstin të, klikoj këtu me shkru, filloj me shkru. Shkoj këtu te shigjeta. Shikoni si del kjo. Veç e ngrejtë kjo pika, kjo rritet prej qendrës. Shikoni. Tash, për momentin kjo tekst. Po klikoj dy herë, filloj çore me ndryshu. Okej. Kur e kam tekstin e selektuar, unë shfaqem këto opsionet. Po duhet center majta zjatas, por shakom një opcion tjetër interesant. Kjo është tekst, nëse klikoj kët, kjo bëhet area text ose siç e kemi mësuar në Illustrator apo Photoshop, bëhet text box. Shikoni? Text, domethënë është një rand, ta klikoj kët këtu, kjo bëhet tash text box. Shikoni si ndryshon kjo pak pamja, edhe tash unë më me lëviz këto. Kur i kam shefta elementet, domethënë një pjesë tekstit, shikoni këtu del kjo me të kuqe që tregon që kena tekst të fshehur. Që tash shkoj e shfaqej këtë tekstin. Nëse duhet çto prapë me kthy tekst, atëherë veç klikoj këtu edhe kjo tash është veç tekst, kjo nuk bëhet më enter. Prapë shikoni text box e menaxhoj, që sa lehtë konvertohet në text box. Normal kur on text box më vendos me çit center, djathtas, majtas, me bëu tekstin këtë me shkronja të moja, këtë me shkronja të vogla, i kemi këto opsionet normal me një kështu të vogël kur kemi për shembull katror diçka. Siç kena mësuar këto domethënë te Photoshopi. Okej, opsioni tjetër e kena këtu me ndru domethënë typeface-in apo fontin. Mundi me ndru këtu keni fonte ndryshme. Këtu e keni me rrit gjërësinë, domethënë çfarë. Më rrit prej rreshtit, domethënë gjërësia në mënyrë horizontale, kjo prej rreshtit në rresht. Nëse bëni 0, kjo bëhet domethënë në mënyrë automatike. Po nëse bëni për shembull që tash në 100, shikoni ndryshon këtu hapësira. E bëj 150, automatikisht shikoni që ndryshon hapësira dhe do të më rrit text boxin. Por nëse bëj veç klikoj 0, enter, kjo bën në mënyrë automatike. Okej, tash nëse selektoj një këtë rast tekstit, ose nëse marr që këtë rast një trekanç, që po janë ngjyrën, nëse klikoj trekançin, edhe këtu më shfaqet opacity. Shikoni, kjo bëhet transparent. Ndërsa, këtu na shfaqen llajerat, shikoni, këtu do më thonë, unë me shfaqet me hek, na shfaqen llajerat. Shikoni tash, ky trekançi është mbi tekstin. Normal edhe këtu mbi. Nëse marr drag and drop e lëvizi, shkon në alt apo poshtë. Po në këtë rast na këtu shumë nuk i përdor me llajerat, si të Illustratori preferoj me përdor, do të thonë me CTRL klopën e majt, do të thonë poshtë në alt i lëviz, apo kur ka llajera shumë e bën me CTRL shift klopën e majt, atë klopën e djathtë, kjo del mas në alti apo mas poshtë.
Okej. Tash për shembull kena një opcion shumë tjetër interesant, për shembull që po zgjidhni një ngjyrë këtu. Edhe tash me klikoj këtë ngjyrë, edhe çikoj kena këtu colors. Nëse klikoj colors, që tash shtohet kollori, si po ta selektuar të dyjat, u shtu ngjyra edhe kësajna, edhe kësajna. Tash për shembull që po krijoj forma ndryshme. Po e marr një tekst tjetër që po shkruaj diçka, do të thonë, do të thonë që po fshivi pak kët. Nëse moj shtypër kët, selektohet hapësira ku do më shkruaj dhe shkruaj, do të thonë bëhet automatikisht text box. Nëse klikoj këtu kjo kthehet prapë në tekst që thash më herët. Tash, nëse e selektoj kët, edhe bëj ngjyrën e kaltër, ndërsa kët edhe kët këtu për momentin janë grup. Jo, s'ku ka grup, po veç ku ka kështu. Tash edhe këto po bëj tekst, shikoni kët edhe kët po i selektoj me këtë, do të thonë po selektoj kët parën, tani me shift edhe kët, i selektu këto dyja, tash po bëj këtë ngjyrën e hend. Po tash, po du me ndryshu. Prandaj i kena për shembull faqen, i kena 50 faqe që kena bërë webin aplikacionin, po dëshiron klienti më ndryshu ngjyrën, atëherë shkoj me tastin e djathtë këtu, e bëj edit, edhe zgjedh për shembull ngjyrën e pembe, ose çfarë dush ngjyrën, automatikisht te këtë elementet që e kanë çet ngjyrë bëhet ndryshimi më njëherë. Prandaj çfarë kursimi kohës, nëse kemi thash 100 faqe, se zakonisht aplikacionet për telefon edhe web faqet zakonisht bëhen me shumë faqe. Për shembull, ne ku pas raste ku punoj me 3-400 faqe, web aplikacione, domethënë ku janë pak më ndërlikuara. Okej, përveç kësaj kemi edhe komponente. Komponente është për shembull, nëse çdo dyja i vendosim për shembull këtu çdo center, i bëj Ctrl G bëhet grup, Ctrl Shift G bëhet ungroup. Këtë rast përbëj Ctrl G grup, edhe shtoj këto si komponent, shikoni, si komponent. Tash, po krijoj artboarda 3. Do thonë me kriju artboarda 3, e kemi opsionin këtu. Shikoni, vendosi këtu, bëhet një artboard i ri, pa bë copy paste. Këtu, edhe u kriju artboard i ri. Pe krijoj edhe një artboard tjetër këtu, shikoni, u kriju artboardi. Okej, për shembull kët, tash të bëj copy paste, që klikoj këtu Ctrl V, klikoj këtu Ctrl V. Tash, nëse du me bëni ndryshim të kjo, e lëvizi kështu që bëhet ky ndryshimi, ose du me rrit kështu bëhet ndryshimi. Por, nëse klikoj kët, shkoj me tastin e djathtë, edhe klikoj për shembull Edit Master Component, klikoj Master Component, më dërgon selektimi automatikisht te komponenti kryesor. Tash, nëse këtu e bëj ndryshimin, shikoni automatikisht ndryshimi bëhet te këtë këtu tjerat, siç po shihni këtu më lart. Shikoni. Kjo në nevojitë të më thonë për aplikacione për telefon edhe për web faqe, për arsye se kemi për shembull ndaj headera, ndaj footera apo ndaj fare elementi diçka që na vjen me ndryshu te këta, atëherë na ndryshomi veç master komponentin, do të thonë e bëmi edit master komponentin, na dërgon këtu te selektimi, edhe për shembull skemi në nevojë më me kshir 100 faqe apo mirë se nëse kena rregulluar të njëjta, ai ndryshimi u bë te këtë faqet. Okej. Tash përveç kësaj kemi edhe tabela, për shembull për tabela është i mirë. Shikoni, nëse e marr kështu, një vi po e bëj këtë rast, edhe po e bëj një tekst këtu, shikoni. Test, event marketing, test 2. Shikoni këtu, po i bëj Ctrl G. Kur ti bëj grup, i selektoj puna grup, edhe e klikoj këtu repeat grid. Kur klikoj repeat grid, shikoni si ndryshon kursori. Kjo pamja. Tash, e marr këto dhe ngrej poshtë. Shikoni, kjo përsërit këtë aktivitetin. Po shumë më interesant, në më i rrit tash në zgjenu këtë hapësirën prej kësana këta. Frona këtu, e ngushtoj. Po tash që to po du me lëviz pak, domethënë klikoj një herë, atë që ku bëj lëvizin maknena, lëvizin këtë. Ndërsa nëse du me ndryshu tekstin e ndryshoj, s'ka lidhje. Por nëse këto me lëviz, kjo lëviz te këtë të tjera. Domethënë kjo është edhe kjo na kursen ku shumë web. Nëse du tash me hek këto, veç e bëj ungroup grid, del në një nëse kjo është i panevojshëm, shaj klikon e fshin edhe nuk afektohet. Se përderisa është kështu group grid, nëse njënën e fshi, klikoj këtu fshin këtë. Kështu që pastaj njeri vendosi tabelën që ku du me bu, tani pastaj nëse du me bu ndryshime më të mëdha përveç
teksti për shembull, se qëra nëse klikoj këtu hi mrena, edhe marr tash të shtoj një rreth këtu, automatikisht rrethi shtohet të kitë këtu. Por nëse du mu konveste njona, atëherë nuk e selektoj këto, po e bëj shtu jashtë kësajna. Kanë që mos më afektu këto. Edhe kjo do më thonë ishte një regel interesant. Përveç sajna, e ka edhe një opcion tjetër që përshan këtë rast, për bëj këto kuqe, edhe që për marrë një katror me shift, edhe e kemi këtu përshan shadow, kena mundësit me dhonë, ose që për e kemi edhe background blur. Shikone, ta marrë këto me qitë me, nësë ja heki blurin, shikone si duket, pja heki këto borderin, shikone, iPhone-i, besit iPhone-i keni po që shtu zakonisht bon, këtu, ku ta boni këtu të notification, scroll, aty bo që shtu blur, tani keni mundësin me menagju dhe me thonë blurin, ndryqimin e të sara, edhe normal transparencë. Përveç sajna, e ka një opcion tjetër shumë interesant. Shikone, për e marrë një rreth. Rrethin, për ja filtr në gjyrë, strokin për ja eki. E klikoj këtë, edhe e qëtë në center. Këtu me njerë funksionon në center, nuk është si Photoshop që i kena problem ta. Ta është po dalë të kjo tjetra, edhe për bëj me shqip një katror. Edhe kësajna për jap në gjyrë tjetër në shketë rasë që këtë. E për ja eki këta strokin, apo borderin. Për e qësë në center dhe këtë. Edhe hopi tjetër për e marrë një trekanç. Edhe kësajna po jap një ngjyrë tjetër. Okej. Edhe po ja heki këtë borderin, ndërsa këtë faqen këtu po klikoj edhe për fshi delete. Okej, për selektoj këtë, për qësë center. Një opcion tjetër që ka shumë interesant është prototype. Shikone, klikoj prototype, ta shumë shfaqet një opcione. Okej, po shkoj pitë parës. Muj me kliku të kjo, apo të komplet faqja. Këtëm të kjo është forma, po na mumi me pas në web edhe forma më ndryshme, po në për thjeshtësoj njerë, tani kena me pas raste në projekte reale me po që funksionan më në detaje. Po klikoj këtu. Këtëm del kjo pika e kjo katëta, po i thom ngërje qështu. Okej, tash për klikoj këtë, po i thom këtu. Tash për klikoj këtë, po i thom këthejmë fillim. Edhe tash, klikoj këtu të play. Klikoj play, hapët që kjo preview. Nëse klikoj këto të para, tani klikoj play, hapët kjo e para. Tash që kena bo? I kena dhonë link në faqet. Kër klikoj tash këtu, del thirët faqja dytë. Klikoj ku duhuna për hapësirë të bardhë. Se nëse e kisha caktu vetëm këtë formën, u shdasht me kliku mbi këtë formën, po ne kum caktu komplet hapësirën e bardhë. Nëse klikoj këtu, kjo del të kjo. Po tash kur të dur kjo treta trekon që i thash këthem prap të e para. Klikoj, shikone. Tash të klikoj këtu rëtullohen sa dush. Kjo prototype është shumë avancume se kaq. Mume me bo animacione të ndryshme të thjeshta, ka dhe animacione më të ndërlikume. Po në këtë rast, na do të fokusohemi te projekte pak minimale edhe pak më thjeshta. Ndërsa ato tjera të mundi me mësu tani juve edhe me kohë. Po e rëndësishme me mësu bazën, edhe tani hapa tjera vazhdojnë tutje. Okej, përveç sajna, e kemi edhe një opcion, shikone për baj katrorin, për marrë edhe rrethin. Dhe që i qesto mbi këto, për i selektoj, edhe këtu i kemi opcionet sikur të Adobe Illustratori me pre një form. Shikone sa shpejt pre një form. I selektoj, me pre, mi bu bashk, mi bu mi ndo, me thonë qysh i kena mësu të Adobe Illustratori. Do më thonë, kjo ishte një prezentimi shkurt, ku foli pak shpejt, po besoj që edhe si që tash në fillim, kjo për me mësu këtë program dhe në pas aftësi Photoshop e në Illustrator, kështë që ne konsideroj që kjo është e përshtatshme për ata që i veç i ka mësu spaku pak bazën e Photoshopit edhe Illustratorit. Kështu që kjo që tash ishte një prezentim, ndërsa ka me pas video në VM që ku më mundu me kriju një aplikacion për telefon, dhe me thonë një aplikacion me 5-6 faqe, edhe një web faqe, dhe me thonë që duke e përdor Adobe XD.